Përshëndetje, t'ja nisim nga ky i fundit. Nga ana fizike vazhdojmë me të njëjtat probleme si para 10 ditësh. Nuk është që kemi ndonjë lojtar të afruar momentalisht pranë ekipit për shkak të dëmtimit, vazhdojnë të jenë po të njëjtat lojtar të dëmtuar. Nga ana emocionale ekipi duket mirë, gjendja duket mirë. Ana fizike pjesët e lojtarëve që janë të pa dëmtuar janë mirë. Ky 10 ditësh na ka shërbyer shumë për të marrë nga kesa të duar fizikën dhe besoj që do jemi një rezultat sa më pozitiv. Si vlerësoni ju vllaznin kundërshtar, nëse tashmë janë edhe forcues për renditjes, por ju penalizon, mendon që ju penalizon në fakt ju jep një formë presioni apo futeni kursit barabar? Sigurisht Partizani është ekipi më i madh në Shqipëri dhe jo si barabar, por ndoshta si më i mirë se të gjitha ekipet, pavarësisht renditjeve, pavarësisht pozicionit aktual që është në renditje. Normale, vllaznia është kundërshtar për të respektuar, është lider e këtyre 11 javë, por ne hym sigurisht për të fituar ndeshjen me gjithë respektin për vllaznin. Çfarë prisni nga ndeshja nesër, edhe çfarë mund të kënaqë ju? Vetëm gjë që presim janë 3 pikë dhe vetëm ato na kënaqin 3 pikët. Po për historinë e Partizanit, çfarë keni ju në planet e juaj? Plani i Partizanit dhe plani im personal është ndeshja ditën e diel. Ndeshja ditën e diel kundër Vllaznisë, të mbarojmë Vllaznin pastaj të shikojmë të tjera. Faleminderit. Vetëm presionin, po si duket gjendja brenda grupit, se normalisht kur je lojtari më afër ekipit edhe vetë personalisht vetë nga eksperjenca personale kurse tek sfidës së ditës nesërme, si duket gjendja? Shëndetje. Gjendja mërë në ekipit, mërë në grupit duket shumë në rregull, shumë mirë. Për ndeshjen e nesërme, gjithë e dinë që Partizani futet çdo ndeshje vetëm për 3 pikë, nuk e diskutojmë rezultatin tjetër. Edhe shpresoj të çunat edhe të stafi që nesër do ja dalim me kokën lart. Teksa bëni stërvitje, duke qenë se shohim tabelën e renditjes që Partizani momentalisht është tek zona e top në tabelën e klasifikimit. Çfarë ndjesish jep? Çfarë ndikimi ka? Ndjesi nuk është që e kemi pas shumë të mirë, pasi që shohim renditjen në tabelë që nuk jemi aty ku e meritojmë, por besoj të çunat që do ringrihemi shumë shpejt dhe do e çojmë Partizanin aty ku e ka vendin e vet. Sa i përket ekipit të Vllaznisë nesër, keni ju një strategji apo keni menduar diçka për kundërshtarin, një gjë që synoni që ta sulmoni ose ta përmirësoni, nisur nga ndeshja e mëparshme, diçka që mund të keni punuar më fort? Po, kemi punuar gjatë javës kaluar, kemi pas edhe në avantazh pushimin që lozën kombëtarët dhe besoj që kemi punuar në gjanat e duara. Çfarë prisni personalisht nga sfida e nesërme? Personalisht nga sfida e nesërme pres që t'i marrim 3 pikët. Suksesi. Faleminderit.